Kryeministri Edi Rama foli sot lidhur me rikthimin e përfaqësuesve amerikan të Obdate, të cilët u rikthyen sërish në SPAK dhe në gjykatën e posaçme. Rama thotë se arsyeja e vizitës së tyre në SPAK vjen pasi disa nga përfaqësuesit e huaj në Shqipëri u infektuan nga opozita këtu për teoritë konspirative që u hapën se Komisioni Xhafaj do të ndërhyjë në drejtësi. Nga ana tjetër, sipas tij, Shqipëria është vlerësuar në raportin e GRECO si një vend që është rritur me 18 vende më shumë në renditje në luftën ndaj korrupsionit. Në këtë sfond ku jeton dhe merr fund aktualisht Bashkimi Evropian, puna e komisionit u shoqërua me konfuzion dhe me mosbesim dhe u prekën edhe miqt përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar në Tiranë. Është shumë e çuditshme se si Tirana infekton komunitetet që vijnë edhe nga vendet e ftohta. Kjo bëri që komisioni të shkonte nga një anë që eksaktësisht shkon në fjalën që këtu përmend, që është fjala konsolidim, në funksion të antikorrupsionit dhe sundimit të ligjit dhe mirëqeverisjes në tërësi. Qysh kur komisioni ka nisur punën jemi pozicionuar më mirë se asnjëherë në fushën e mirëqeverisjes dhe antikorrupsionit, apo nga vlerësimi i GRECO-s që na ngjiti 18 vende në indeksin e korrupsionit, vlerësim që u bë nga fondacionet e huaja si një nga 8 nga 137 vendet e botës në aspektin e qeverisjes dhe në tërësi. Një vlerësim që neve na thot shumë për të na inkurajuar, por nuk na pengon që të vazhdojmë të këmbgulim në një pikërisht te konsolidimi, sepse diçka është e brisht dhe e kthyeshme, është ende vulnerabël dhe prandaj na duhet Bashkimi Evropian si një derë që është e hapur si mundësi reale, jo aktuale, që në fund të 2027-s ne mund të fitojmë negociatat, sepse është një derë që mund të mbyllet. Historia e zgjerimit ka treguar kështu. Ne jemi shumë të bindur që ky komision është kyç, nuk ka liri individuale përveç se në këtë sistem që kemi zgjedhur dhe për ne është Bashkimi Evropian, thot Rama.